Sot në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal në shtëpinë e Bardh është mbajtur dëgjim publik me personelin shëndetësor dhe drejtorët e shkollave në kuadër të procesit të artimit të buxhetit komunal për vitin 2027 dhe korniset të fastmesme buxhetore 2028-2029, ku ishte një numër i madh të pranishmëve nga ana e personelit shëndetësor, njashtu edhe nga drejtorët e shkollave. Para të pranishmëve fillimisht ka folur zëdhënësi i komunës Ymer Berisha, duke i falendëruar të pranishmit që ishin sot dhe këto politika publike buxhetore t'i paraqesin para audiencave të ndryshme, duke filluar nga qytetarët, ju dhe të tjerë për këtë buxhet. Ka folur nga drejtoria për buxhet dhe financa Lulcem Sulejmani. Jeni të bindur, domethënë, edhe drejtoria e arsimit e din që nuk i mbulon nevojat elementare si grant, domethënë ty pas parasysh pavat, madhrat e shërbimet dhe komunalit. Jo të jeni dëshmitar që kena problem me sasinë e mjeteve të komunalit për shkak pagesës së rrymës, kur nuk është limit që e përcaktojmë na, po e përcakton grandi i përgjithshëm që dohet në bazë normave të cilat bazë numrit nxënësve, bazë normave të cilat i ka arsimi. Dje ishëm në Prishtinë, kemi pas takim me Ministrinë e Financave, në këtë rast Departamentin e Buxhetit, dhe kemi kërkuar që të rritet grandi i arsimit për shkak se Prizreni si Prizren ka edhe komunitete dhe nuk mund ta quash norm nëse me një shkollë caktuar ka nevojë për një arsimtar të gjuhës bosnjake me shembull, ku janë veç 2 arsimtarë, dhe aty e merr një norm. Dhe ai njëjti nuk mundet me thonë edhe 4 orë të gjuha turke ose një gjuhë tjetër. Kështu që ata nuk po i marrin parasysh kërkesat tona. Siç e dini, po përballohemi me vështirësi me pagesat për këtë vit. Jam në dini të kërkesave të ndryshme në fushat e shëndetësisë dhe arsimit. Qëllimi ynë është të bëjmë çmos për të ndihmuar të gjithë qytetarët e Prizrenit brenda kufive të buxhetit aktual. Kryetari Shaqir Tota e si dhe na drejtor që ndrojmë pranë jush, po besoj që në vitin 2027 nuk kemi më përballë si vjet. Shkurt besoj 2027 ka me kalu shumë më mirë se 2026. Faleminderit. Pensionimi shumë punëtorëve i cili është dikon parakursisht afër 30 veta që na pensionohen çdo vit. Kish me qenë shumë mirë që ata në pension po ikin pas një pune 40 vjeçare. Kish me qenë mirë të ketë një buxhet sado i vogël që ata me mujt bilespakun e mirënjohjen se një organizim apo një diçka që kish me ndiku shumë mirë në përcjelljen e punës tyre që kanë kontribuar gjatë kësaj kohe. Shumë drejtorë të shkollave patën kërkesa dhe pyetje të shumta, ku ju përgjigj drejtoresha e arsimit Luljeta Veselaj Gutaj. Pra, kërkesa e parë në shkollë është rregullimi i rrethojës së shkollës. Pra, shkolla rrethohet është afër me projektin banesor Eurocenter. E dini problemin e rrethojës, pra shprisha i muri, është rregullu tash lartësia e ovorit shkollës, edhe muri poshtë i Eurocenter është diku 3-4 metra, që është rrezik shumë i madh për nxënësit. Por një kërkesë emergjente, domosdoshme, është rregullimi i nxemjes qendrore në Kubaj, në paralel ndamën e Kubaj, ku vite me radhë kemi probleme me ngrohje. Temperaturat domethënë janë shumë të ftofta nëpër klasa dhe me nxi kemi përballuar vitet e fundit. Dhe vendosja rrjetit të mbrojtjes, për shkak se njëjti problem është edhe në shkollën tonë. Shkolla jonë ndodhet rreth rrugës dhe shumë afër shtëpiave, domethënë është një nga kërkesat shumë e nevojshme. Kemi dëshmi të shumta që i kemi adresuar me shkresë, me fotografi. Dhe asnjëherë nuk janë marrë masa. Është rasti i fundit i vëshimeve në fshatin Zërës, që është dëmtuar ura, janë dëmtuar muret mbrojtëse që kapin Shqipërën 150.000 euro si rezultat i faktorit njeri. Dhe këto i kemi adresuar deri në minutin e fundit kur ka ndodhur vëshimet. Na kemi mungesë të ujit, sidomos në kohën e nxehtë, edhe shkolla ka mbi 1300 nxënës, edhe tash llogarit në sa është pak problematike. Na jemi mundur me bani rezervuar, do të thotë, mirë pare nuk është mjaftueshëm, do të vend të zgjedhje një bonar ose do të thotë një pjesë. Një pyetje e kam për rregulimin, ne kemi pas një premtim nga ana e juaj, veç me tu thjesht si informim,
me ato 100.000 të premtuara me participim deri ku kemi mbret. Unë e kuptoj vështirësitë e komunës edhe buxhetit, vetëm sa e bëra unë analizën në projektet kapitale nuk e kam mbret në 2028, 2029 apo 2027 që ka ndonjë investim na mushnik. Prvo bih se zahvalila bi se direktorici gradonačelniku na sve što su radili u našoj zajednici. Është problemit e tereni sportiv, ne vazhdimisht bëjmë kërkesa, edhe te drejtoria e arsimit kemë bë, edhe te drejtoria për kulturë, mirë dhe sport. Domethënë çdo 3-4 muaj i kem. Asnjëherë pse nuk marrin përgjigje, arsyeja pse, tash e pash edhe 27-29 domethënë nuk është në planifikim as. Megjithatë kërkesë të keqe nuk ka, as të parasyshme, të gjitha janë të mirë pritura, një gjë e dini, në secilin ta kem, qoftë individual, grupor, na kemi diskutu, i kemi trajtu dhe gjithmonë drejtoria e arsimit ka pas parasysh edhe shtrirjen gjeografike, po edhe nevojat imediate se ku janë ma urgjente për me intervenu. Në secilin shkollë ka nevojë ka hapësirë për mu bo ma mirë, dhe ato që janë tria prapë ka hapësirë për mu bo ma mirë, po mundësit buxhetore dhe situatën që jemi të e kalu si komunë, ju e dini mas mirë se sa e rëndume është. Prapë e thamë pa fajnë e komunës, shpesh në ngatromi mrena, se jo këtu duhet me pagu jo këtu, me gjithat pa fajnë e komunës ku pagujmë fakturat qeverisë cilat pa drejtësisht po na gjobisi neve.